Shikues të dashur, pak më herët ju tregova që jemi në Prag. Pra këtu kam nderin dhe kënaqësinë që të jetë bashkë me mua edhe pronari i një restoranti shumë të bukur mes qendrës së Pragës, Lorenz Hyse. Lorenz, faleminderit shumë që gjete kohë dhe na mikprite kaq mirë këtu në restorantin e juaj. Faleminderit ju dhe mirë se keni ardhur. Lorenz është vërtet një vend i bukur, është një restorant tre kate, secili kat ka historinë e vet. Do na tregosh edhe ti pak më shumë, edhe do shkojmë e vizitojmë edhe katet e tjera, por jemi këtu në katin e tretë të restorantit, ku do na tregojnë ndoshta Lorenci pak më shumë edhe rreth këtij kati, por edhe rreth të kaluarës së tij, se Lorenci tashmë është që 30 vjet këtu në Prag, edhe do na tregoj pak se si ka ardhur dhe si ka shkuar gjithçka deri tek ky sukses kaq i madh këtu. Tu ndodhemi në restorantin Steakhouse, te kemi titullu kështu. Është një nga ambientet me një vlerë historike. Godina e gjithë është i përket shekullit të 13, ka qenë rezidencë e mbretit parë çek. Kati ku jemi është interesant për vetë faktin që në shekullin e 18 ka qenë një nga salonet kryesore të kohës ku vizitohesh nga Franz Kafka. Dhe ajo që e bën më pikante është fakti që Albert Einstein gjatë kohës që ka jetuar, atij viti që ka jetuar në Prag, ka prezantuar këtu, në këtë ambient që ndodhemi ne sot, teorinë e relativitetit. Për herë të parë është prezantuar në Prag. Kjo jep një vlerë shumë të veçantë këtij ambienti që me korrekti shumë të madhe vizitohet nga qindra njerëz nga gjithë bota. Po ashtu edhe kur e dini historinë është një ndjenjë ende më e veçantë, edhe përveç ushqimit dhe gjithçka ambienti është shumë i bukur. Lorenz, po të kthehemi pak ndoshta 30 vite më parë. Si ishte vendimi që të vini dhe të jetoni në Çeki, në Prag? Para 30 vitesh vendimi kryesisht ka qenë i babait dhe nënës time, se ne jemi shpërngulur nga Tirana bashkë me familje. Ka qenë një iniciativë e tyre, unë bashkë me motrën time ishim në fund të gjimnazit dhe ishim në Prag të fillimit të studimeve të larta. Prindit për vetë kohën e vështirë që ishte në Shqipëri, morën një vendim që të transferoheshim në Republikën Çeke. Vendosëm në Prag me ato vështirësitë që kishte koha. Ne nuk e dinim as gjuhën, përveç faktit që baba jon kishte punuar me vite më përpara me tregti midis Çekisë dhe Shqipërisë. Dhe në atë guximin e tij, të nënës, ata vendosën që të na sillnin këtu dhe të përpiqen të aklimatizoheshim në Prag. Po, cila ka qenë ajo puna juaj e parë që keni bërë pasi keni mbri këto, ndoshta përveç shkollimit dhe gjithave? Është periudhë interesante, sepse Çekia nuk është një nga vendet që ofron kushte ose atëherë po flasim që ishte kushte të favorshme për emigracion. Dhe ishte shumë e vështirë që të gjeje vende pune. Ne duke pas parasysh që vinim nga Shqipëria me një investim tonin, kërkonim hapësira që të investonim, duke qenë se edhe Çekia në ato vite sapo kishte filluar, ishte hapur ekonomia e tregut dhe ishte shumë e thjeshtë, domethënë në një farë mënyre me kapitalet e kohës që në ato mundësi që kishim, përqendruam që të shikonim për të hapur një biznes dhe nisëm të shikonim. Kjo na zgjati rreth një viti. Kryesisht me njerëz miq, dashamirës që na ndihmonin, sugjeronin, arritëm që të hapnim një biznes, një dyqan floriri. Ku shisnim një nga gjëra tipike, që është edhe kjo e Çekisë, është granata, është gur granata çeke quhet. Morëm një hapësirë këtu në qendër afër dhe fillon të tregtonim. Diku afër edhe restorantit, po. Këtu kemi shumë pak kilometra larg që këtu. Dhe fillon të tregtonim atje në një hapësirë të vogël në kushtet familjare, do të thënë në fillim fare dhe ky ishte fillimi jon. Po. Pastaj u desh që me kohën ne kishim ndërprer studime, unë dhe motra,
morëm vendimin që të mësonim gjuhën, sepse ne nuk e dinim gjuhën. Dhe na u desh pak kohë që të investoheshim tek mësimi i gjuhës, sepse ishte një nga gjuhët që nuk i përkiste formimit ose pjesës që gjuhëslave dhe ne nuk kishim të orientuar në këtë lloj drejtimi. Shumë e vështirë, por pas një viti e gjysmë, 2 vjetësh rreth, ne arritëm që ta flisnim deri diku dhe të futeshim studimeve. Po çfarë keni studiuar? Unë kam studiuar për administrim biznesi. Do të thotë në rrugën e duhur, edhe tani në restorant. E shikoj se do ashur ne dolëm pra bashkë me Lorencin këtu dhe në sheshin unik të Pragës, sepse është vërtet ndjenjë e veçantë dhe shumë kënaqësi e madhe me bo kësi bashkëbisedime me shqiptarë kaq të suksesshëm nëpër vende të ndryshme të botës. Është kënaqësi e madhe me pa që edhe Lorenci ka kaq shumë sukses mes sheshit të Pragës. Pra përveç bizneseve të tij, ky restorant kaq i bukur cilën e pam edhe brenda, por do e shohim edhe pjesët e tjera të këtij restoranti. Vërtet është një kënaqësi e madhe, Lorenc. Po cilat kanë qenë ato vështirësitë më të mëdha gjatë kësaj periudhe për të arritur deri këtu, ku keni arritur sot? Shko, asgjë nuk arrihet, nuk është e thjeshtë. Do të thënë iniciativa, guximi dhe ajo që ka qenë më një nga pikat më të forta të suksesit ka qenë familja. Sepse duke qenë bashkë, familja ka qenë një mes shumë e madhe në këtë kuadër për t'ia dalë vështirësive që kanë qenë jo të pakta. Dhe që të arrinim që me guxim të investonim me mund, patjetër që të investonim dhe të dinim. Familja është mbështetja pjesa kryesore e këtij suksesi. Po patjetër. Po shohim që ka edhe ndoshta shumë klient besnik që janë ndaj restorantit Steakhouse, por gjithashtu edhe shumë turistë, sepse është një pikë shumë strategjike këtu për gjithë turistët që të vinë. A na tregon diçka pak edhe për këtë ndërtesë kaq të bukur? Po, kjo ndërtesë i përket gjithë sheshi është i shekullit 10. Po. Është një nga sheshet më speciale të Çekisë. Godina që po flasim ka qenë si shafazën lartë, godina e mbretit parë çek. Në fillimin e saj kanë shekullin e 10. Po diçka për emrin, e ka emrin Orloj, diçka të veçantë. Orloj, këtë restorant. Për vetë faktin që po ta shikoni, ajo ora ndriçohet. Po. Dhe pikërisht projektori që ndriçon ato orë është i vendosur në taracën e këtij ose në çatin e kësaj godinës. Po. Dhe çdo ditë, çdo natë më saktë ai e ndriçon. Ndriçon. Mas parasysh që kjo është një pikë ndriçimi për atë, unë vendosa që ta vej emrin Orloj këtij. Por edhe ora këtu në sheshin e Pragës ka një histori veçantë që kisha dashur me tregu Lorenci vetë. Po. Që ndodhet vetëm në Çeki. Personi ose ai njeri që e krijoi e themeloi orën astrologjike, pati fatin e keq, bëri një vepër kaq bukur dhe pa përsëritshme, saqë për kohën që ishte që mos ta bënte, tani ta bënte në një vend tjetër, ta përsëriste, atij ja hoqën syt. Dhe për vetë këtë fakt të trishtueshëm, kjo vepër kaq e bukur ndodhet vetëm në Prag. Vetëm në Prag, dhe është shumë kënaqësi e madhe që të jemi këtu të pranishëm dhe të shohim këtë mrekulli, por gjithashtu dhe restorantin e Lorencit, që besoj që Lorenci tashmë do na tregojë edhe pjesën tjetër të mbetur të këtij restoranti. Patjetër. Ky godina, ky është tipoluar në 3 ambiente të ndryshme. Këtu shërbehet në katin e parë shërbehet kuzhina tradicionale çeke, ndase. Në ambientet e jashtme, në terracë shërbehet i miksuar. Poshtë kemi restorantin e quajtur të mesjetës, edhe i arredur në atë rrugë. Dhe lart që pam është ambienti çik më ekskluziv. Po. Edhe është Steakhouse. Po vazhdojmë pra, edhe ndjekim bashkë edhe pjesën tjetër të restorantit.
Terence, kjo pjesë më pasionoi. Kjo është një nga ambientet që ne kemi qytë ambient të mesjetës, restorani, për vetë faktin që shikoni këto restoranat janë të shekullit 10, si thash më lart. Dhe është nga vendet speciale, unike në gjithë qytetin. Ka pak si kjo. Po këto muralet? Këto janë të bëra nga ne, për të kujtuar dhe për të sjell idenë, imazhet e kohës, siç ka qenë më parë. Për shembull, janë luftëtarë të kohës, që kanë qenë. Atje përpara kësaj rudine në sheshin kryesor, në shekullin e 10-11, ka qenë tregu i madh ku vinin fshatarët nga rrethinat rrethëqar, edhe shisnin prodhimet. Po besoj që ka mbet pak prej asaj kohe, sepse tash bëhet edhe tregu i Krishtlindjeve, e ka edhe një veçanti shumë të madhe, po besoj. Po, edhe tregu Krishtlindjeve e ka traditën e vet që bëhet përpara në sheshin në këtë shesh. Ai zgjat nga 25 nëntori deri në 6 janar, ka edhe ajo atë bukurinë, veçantinë e vet, një atmosferë tjetër e pa konkurrueshme. Është vërtet një vend shumë i veçantë. Munden të gjithë shikuesit ta shohin kështu edhe në pamjet të cilat do i kemi ekskluzive për gjithë shikuesit e Pasion e Profesion. Është një vend shumë i bukur, Terence, ju përgëzoj edhe për mundin, por edhe për gjithë suksesin që e keni arrit deri tash. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Pasion e Profesion. Kënaqësi. Po për fund kështu të pyes edhe diçka. A e keni menduar ndonjëherë me u kthy në Shqipëri? Po, sigurisht. Edhe pse po besoj që e vizitoni shumë shpesh. Sigurisht, ne me Shqipërinë jemi shumë të lidhur. Kryesisht ne vim nga Tirana dhe Tirana është vendi ku ne jetojmë, kemi akoma shtëpitë tona. Shqipëria ka ecur, ka evoluar. Pse jo, gjithë një ditë ne kemi hapësirën, mundësinë, dëshirën që të jemi pjesë e jetës tonë aktive në Shqipëri. Po besoj që ka edhe mysafirë të shumë nga Kosova dhe nga Shqipëria këtu. Ka shumë, përveç miqve dhe shoqërisëve, njerëzve që e marrin vesh në Berlin, sepse vetë komuniteti shqiptar këtu është në një numër shumë të vogël. Ka ne bashkë me shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës bëjmë një numër relativisht të vogël, nuk në gjithë Çekinas bëjmë rreth 200 veta, kështu që për vetë këtë fakt që jemi pak, ka disa kolegë, miq shqiptarë të tjerë që ushtrojnë aktivitete të suksesshme, por megjithëse jemi të veçantë në këtë shesh, gjendemi kollaj si pikë destinacion nga të gjithë shqiptarët. Po besoj edhe pse jeni pak rreth 200 personave, po besoj që i gjeni kohë dhe gjeni ndonjë rast që mos harroni traditën e juaj, apo jo? Po, ajo duke qenë se veçantia e, si thash në fillim, Çekia vetë hapësira të mundësi që ka detyruar gjithë që janë këtu të jenë pjesë me familje të veta dhe të qenë që ne jemi të lidhur shumë me familje, ka njerëz që kanë krijuar dhe familjet e veta nëpërmjet me komunitetin brenda vetes, vazhdojnë dhe ruajnë traditat, gjuhën që është shumë e rëndësishme tek fëmijët. Dhe këtë pjesën tonë shqiptare që ne s'e ndajmë asnjëherë. Terence, faleminderit shumë edhe një herë, ishte kënaqësi e madhe.